Pasha zotin i nimoj daja i vetë. Daja i vetë mi ka moj 2 vjetë, me he, me pi, me banese, me krejt vetën. Më ka një mu bodë, vallaj. A mërzitet e kur dojnë ndjerë? Pasha zotin mërzit, moj motra e me bashkë bala. Një pata matë voglin këtu, bile në shkolla kam në deqanë. Edhe një javë lëshohet e... Që ato një herë kom deri, se të hinë menja edhe aj më na mua edhe njonën e vetë plak, më na ljonë. Aj po thet ju, po... Se të ku po martohen djemët, me gra me thmi, për vla nuk po ljodhet kush. Po thet nuk i lëshoj ju, desa desni. Unë i bëtham, baba shko edhe ti. Jo, vallaj, babi ja. Familjet shqiptare njihen për jetesat në bashkësi, sidomos për ato të viteve më të hershme. Njësoj kanë vepruar edhe familja e Syr Mustafaj, i cili është i lindur e i rritur në fshatin Maznik të Deçanit. Baca Syr tregon se si arritën të kenë harmoni e dashuri në familje, ani pse ishin 37 antar. Bas faleminderit që na pranove me bëni intervistë me neve. Edhe ju faleminderit. Bas të i lindur në i rritun këtu në Maznik, a? Po, në Maznik. Apo më kallëzon pak të shukon fëminia jote? Nja jeme o konë mirë o konë. Qysh janë shku atëherë, me qka e një morë? Na i na morë për parën, me dhanë e me ljupë, e me bujësi. Ta shti, kur gjojsh, djemnia dulin krejt jashtë. I na met i plak. Qështë? Sa veta atëherë i një konë në bashkallak, shtu në shpet ju, sa veta i një konë? I na konë 33 robe e mashtë e krejt. Po njeri po datë e vëglionë. Qështë? Kushu ka damat që në shpet ju atëherë para se mu donë? O konë baba jenë. Edhe qysh i ka do baba ju të senet? Janë konë 3 vllazin kanë ra bashkë, se janë konë 7 vllazin. Unë falë, vish pak. 7 vllazin në konë. Atëherë janë da, këta 3 vllazit janë me 3 bashkë, e një 3 janë shku të të njonë, e një da kajtë. Qysh u do a i krejt kështu? Me tokë, me shpije, me krejtë gjanë krejtë. E pse ashtu? Po, deja mo. Bac, qysh i ka do baba ju të senet, punë të atëherë? Qysh ju ka kallëzu, kini me bo qështo, kini me shku qështo? Po i gjithkush ja ka pas caktua din për me punu e me këshyrë gjane krejt. Me punu tokën e... Bac, a janë vetë atëherë ma shumë të moqmit? Janë vetë. A i keni janë respektu ma shumë? Po. Ja, po, vallaj. Sa vllazën e motra i një konë ju? Une një motrë vetë pra astret jem konë. Një motrë kom pas, atër patëm fiju e quë. Ajo shku në Gjermanie që 11-12. I ka morë thmine, burin e shku. A i thot se martesat që bëheshin aso kohë ishin shumë herë më të mira se martesat sot, pasi qiftet, edhe pse vete gjenjë njëri tjetrin, prap gjenjë hapësirë për konflikte dhe vinë deri tek ndarja. Ba qysh atën martesat janë bo me mëset? Me mëset janë bo. Qysh janë shku atëherë? Atër janë shku, e kina shu një e mëset, e kanë lyp, edhe na kanë bo për hajë. Po qysh janë shku procedura deri sa janë shku për mi lyp dika, na ka gjetë naj kosha, ka ngrej naj kosh naj... Po ta është i lakët, a din. I lakët, mas i lakët i kanë... Po ta është i gjithë kush, për
si djali si qika, po folin e po, A ma mirë si tash, a si atëherë që janë bu? pasha zotën, më i motra jeme ma mirë atëherë. Pse ku jep ke një me mësit mja që babën e njonën e ato, s'levishin. Tash sa mes bot, as 2 javë, po prishin e veti. E pse po thus livreqim? Qysh nuk livreqim? Nuk gërzëshin me, si djali si qika me lujtë, në bishtë, me thonë. Sa tash po lujna? Pasha zotë tash si djali si vajzja. Për t'i gjetur nuse basë syl, u përkujdes një afërm, si pas ti, pritja i avlente, sepse nusja i doli më e bukur nga që e kishte paramenduar. Apo m'ka dhënë basë që shter puna aty mu martu? Po i më martu unë me mësit, valla. Edhe kusht ta gjetë? Ma gjetë njëni i katonit që ka. E kusht kallzaj ty që t'kanë zë nuse? Po i më kanë kalëtu atëre. A t'kallzaj baba, nana, motra? Baba, njëna s'kam hisë, më ka pa dek njëna. Hisë baba, me gjallarte. Qysh t'thanë? Kena të zonë unë se fiut, kena të zonë unë se qërtë. Edhe qysh t'u do këty, a kishe qef me pa nusën? Po i vëlloj, kom pa, si e vish atëherë. Na pa nërveti, kur si na pa. Nuk i ke pati nusën, a? Jo, as mua, jo. As me fotografia, se qko qysh? Hish atëherë. E a ma mirë që tash po shihen? Po i që tash e ma mje pa shien, po tash e mos mu lasëzu as djali, as vajzja. E tani bac kur e pe nusën, qysh t'u do? Po i mirë. A i shkon ashta ma mirë me gjithë vetë? Po i valloj tash i ka arkoa ma mirë mi gjithë vetë, po tash i ma mirë. Ti për vetë, a kështë pas qef me gjithë vetë, a ma mirë që ta kanë gjithë? Jo valloj, kom pas qef se ma kanë gjithë. Qështu. Edhe tani bac, so fëmi i bot me shoqën tone? 4 djemë. Qikë vajzë s'kam hisë. Edhe bac, fëmina i ki në Kosovë, a i ki jashta? Jo valloj, 3 kom Kosovë e 1 voglin e kom këtu. Se jem plakone nëna vetë, e po duhet me na këshyrë. Baca Syl thot se në ti jeti lumtur që djemtë e ti arritën të dalin e gurbet, pasi në Kosovë nuk arritën të gjejnë punë. Kanë dalë jashta? A? Fëmija nuk kanë dalë në një jashtë. 3 djemë. E që shjarë puna aty në me dalë jashtë? Pasha zotin i një moj daja i vetë. E daja i vetë mi ka moj 2 vjetë, me he, me pi, me banese, me krejtë dvetën. E më ka një mu botë vallaj. A mërzitët e kur dojnë në djemë? Pasha zotin mërzit, moj mota e me bashkë bolla. E një pata matë voglin këtu, bile në shkolla kom në deqanë. Edhe një javë lëshohet e... Që ato një herë kom deri, se të hinë menja edhe aj më na mua edhe njënën e dhe plak, më na ljonë. Aj po thet jo, po... Se të ku po martohen djemët, me gra me thmi, për vla nuk po ljodhët kush. E, po thet nuk i lëshoj ju, sa desni. Unë e bëtham, baba, shko edhe ti. Jo, edhe babi e ja. Se pithu shko edhe ti? Po e bëtham puna si ata martuan, një dy janë martu. A i mori martu një për frezajt që tje. E ka i djallë që një më të gjysë, ja ka falë zoti. Ky i treti ky martu me i Gjermanesh, e ka i shikë, që 4 vjetë e ka. Qështu? A i mërzit kur t'kanë dalë djemë t'jashtë? Po i vallaj e mërzitë. A t'kanë dalë 3 për një herë, a t'kanë dalë 3? Ja, i madhi o dalë, mas pari o dalë. Ky i dyti që 12 vjetë se ka ardha sen, vjetë ka ardhë për sene 3.
Që është si s'ka pa mujt me atu, me i dis letrat në Gjermanie. 12 vjetë se ke pa, a? Allah që 12 vjetë nuk është arë. Ishtë në përmjet, a din internetat, a din që kështu si ja. Ky i dyti ka dalë që 4 vjetë a 5, a i boni letrat mas pari si më ka pashku që 12 vjetë. A e mërziti që se ke pa 12 vjetë? Wallahi bazë, kur në ka ardhë atë natë, ardhë me këta si u shku, që 5 vjetë si u shku edhe me dajtë vetë. Edhe kishin pa morë një femën e një moshull, a ditë që shpithujnë të ashtë i? Turist? Jo, për me na qitë orima që shpithujnë. E atër... Që shënive ti kur e pe djallin mas 12 vjetë? Wallah, jo njeva, ishë në përmjet telefonava, dhe interneta. Se... A u mërzite, a u gëzove? Pasha zotën, o gëzova. Po ata atë natë për një 30 veti, po ata. A mund flejta atë natë për gëzimit? Wallahi, po mara po. I zi shtirë, mas 12 vjetë. Baca, po na kallëzon pak për odat, qysh janë kohën atëherë? Qysh kanë funksionu? Odat janë kanë mija. Odat janë kanë mija. Se u bëjke dasmja, pritje, natane, janë kanë mija më shëret. Me defa, me tupana, me sulja, me shkojshin e mashinusën e mirë. Ta është e për i bojnë në hotele. Dorës në të pëtu janë bo atëherë ma mirë se tash, a? Pa i vallaj, ma mirë tash ti. Se ma mirë tash? Se atër, atër i konë ma pa hajzime, tash me hajzime dhe... Se u bëjke dasmja 3 ditë e 3 netë. Shtunën, dilën, tek të hanën. Ta është e vishë, si që qikën si martove, një ditë, mos ka. S'ta me qatë njësë. Baca atëherë, kur kam bo dhe konak? Po, Apo më kallëzon pak qysh është ku puna e konaku? Qysh ka ardhë dikosh me lyp konak? qaj se konë lërgë, fleke 2-3 netë. Unë e kom pas një bërbëtim për i bëbavecit. A i ko vike shazetën një javë ditë për parë vike. E dhe i sau, A ju vike mërzi juve? jo, mërë qatë mërzije, na kishim qefë. Ta shi kanë bo kjerët, vjen 5 dakika, se sheme më sy. E pse bac tash, qysh do musafirët kur vinë vish 10-15 minuta dhe ecën? Pa i Sa vinë. ta mërmenja? Ta ma me menja si më rinë pak e hecin, shkujnë. Baca po më kallëzon pak edhe për rini në sudi që po ikin e po dalin jashtë. Po i vallahi, mirë se kanë hiqë, po shka me bo rroga pak. Unë i masha që të në shkolli më konë, i masha 220 eva. I masha mirë se më konë rruje shkollës. I që një 2 vjetë atëri më dalë benzion, kush janë? Benzion i 100 eva. Vallahi asë mu, asë nonën, asë grunë teme, koka si dalin. Visi e kam edhe trusi, po më një mënë ka pak. Ne kanë paci do pare, kuj nuk më në shkollë, që një 2 vjetë atëri, tonë asimtarët i kanë morë në 3 jo. Pse ju 3 jo? Ala dalë, as di gjanë, pështjen dhema. Komuni kanë pacu në komune. Atëherë, që është një? Baca thu pse po shkojnë të rritit jashtë? Po i vallaj, Si s'po ka puna, dhe Val- pëllak mujnë me dojnë. vallaj edhe s'pa ka punë, edhe pëllak mojnë edhe s'pa ka punë. E kush i ka faje që nuk po mundën këta
femura atu me punën, s'po gjojnë punën. Pa i vallaj, s'pa di kush më thonë. Kush ta merr menja ty? Pasha zote, s'pa di kush. A dosh me bo qeveria ma shumë për ta, mi ju qejt venet punën. Pa i po vallaj, mirë për din. Pa punë, pa sen. Unë tash i djali edhe se jetë e kam, a muna me hi dikon puna jo. A menën që këta kur shkojnë tani kthehen mas do vjetëve me jetu në Kosovë? Vallaj s'ma me menem. Pse sa merr menja? Se jeta abo shtirë këtu. Abo shtirë jeta këtu. A kishe pas të qef më kthy këta që janë shku? Pa i kom pas qef, me hinë punë, mi pas rograt e mira. Po, Bas me të pas ngu djem të tu, a ishin dal jashtë? vallaj më paniku. I kisha thonë shkoni. Shka për ma të zanë mu, krejt, të kësha kom, asi gjithë si këteri si kom. Shka me bon? Pa i vallaj jem konë shkollë që tu, që shikom rritë, deshe dathën, voh për i zetë zotit. Është bërë e zakonshme që shqiptarët të lidhin kuror me vajza e djem të huaj. Edhe Bacesyl, djali u martua me një vajzë nga Gjermania, e që si baba nuk u ndje as pak i kënaqur. Bas që shtu do këty kur të martu djali me Gjermank? Po shka me bo, ma, po të rejem, shka me bo. A tu do mirë? A po të qefa? A zotën, bashkësishit, po shka me bo. S'ke pas qefa? Vallaj, po shka me bo. E pse baca ke pas që me marrë nusën djali këto, a? Kësajde, po nga ka kalzune për mjetë telefona. Edhe ju qef nuk pat? Pa i vallaj qef, s'patëm po, i ra ma mirë. Pasha zëtë ma mirë dalë ajo, si këtu të unat. Me mirë Gjermanka se me pas marrë nusë këto, a? Këtu mujtë vallaj. Cëllë puna se i shkon nërë zotit e rabi mirë. Na në rënë në krejtë. A din ajo është që baca, kam su gjuhen? E kam su pak. E kam su. A vjen këtu shpesh djali me nusë tani? Alo, po, a i modhi, po. Që këtë që e konë Gjermank nusë? Jo, kjo djali, po, më karë për sele të re, se thash pare. E nusja? E nusja alo, jo. Su konë halon këtu? Alo. Veç me telefon keni? Vesh me telefon, e si vjetë, më ndoj se vjenë. A i kam su aja tradita tona? Pa jo, Allah, ta më mirë, jo pash mirë. A di me buflije, me Po, finae? tanë a i bënë. Bas se që djemë të kanë edhe fmi. Po, i modhi treti. Bas a i dënë ma shumë nipat a djemë të tutash. Një vallaj, një pate. Se bas kështu? Ma dashtën vjen djem e djallit kanë thonë, se djem të ma dashtën. A i thot se të rinjët po bëjnë mirë që po iken, pasi Kosova nuk i plotson kushtet për jetesë.